A ekziston ende kjo ideja që duhet me hongër shumë edhe ëmbël edhe me pi boze, nuk e mbaj mend saktë që na ka thonë. Raste që po pi mas pi boza për me shtu A kiksi ende që duhesh me thonë jo, nuk ka nevojë. Po pysim nanat se ç'është po ushqehesh tash, edhe normal e këshillojmë që oni ushqejmë pak më të lehtë, natyral, gjithçka ç'a përgatitet brenda shtëpisë, jo diçka. Çam ju baklavë, vave që vinë për hajër, duhet mi hongër ato. Mi kërku ka. Mi kërku. Jo shumë ashtu. Nanave zakonisht këshilla që i dhojmë gjatë gjithdanjes është që merre një gotë ujë afër vetes. Bravo. Se qysh e përmendi edhe doktorisha, është një proces që të harxhon kogja kalori. Mas pari rahato veten, merre një gotë ujë afër vetes edhe filla procesin e gjithdanjes. Nuk është që ndalojmë diçka, normalisht çka s'duhet mu pi edhe ju themi këto pijet e gazume, pijet alkoolike hiç se hiç, po ju themi mos ndalo diçka, mundesh me pi, kryesorja duhet jetë uji. Vetëm uj, mundesh edhe çaj, po jo me rëndu me sheqer, sepse nuk është e nevojshme kur gjo s'bën hajër diçka, për ty edhe për fëmijën është mirë me pi sasi të ujit që trupi yt i kërkon.